kuptoje drejt se nuk bën me lënë namazin. Nuk bën me lënë namazin në asnjë rrethon. Nëse shiko Allah xhallahu ala e ka bërë obligim abdesin para namazit. Po s'ka ujë, me dhe e falet njëri ungjën, e falet njëri shtrir, e falet lidhën, e falet luftë. Në çdo situatë edhe nuk e lën namazin. Për shkak të rëndësisë më që ka namazi. Duhet të vëdësojmë, duhet ta kuptojmë se nuk bën pa namaz. Nuk bën. Dhe kam përmend disa herë, mos prit me lën këtë gjunohat e më fal. Atëra namazi është për milion gjunohat. E jo e kundërta. Dikush thotë po çish më falën në hala shumë lu, po falë më. Falë edhe pse s'em lu falë. Po na çish më falën në hala punoj me raki. Ata që punoj me raki haram e ki, po bile falë, zbute pak këtë haram. E kështu më radhë. Çfarë do të gjunohet që e bën? Nuk i arsye pse s'falesh. S'ki arsye. Falë.